SPAK ka nisur verifikimet lidhur me kontratën e lobimit të Partisë Demokratike të Sali Berishës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vlerë $6 milion, ndar në 2 vjet me një parapagesë $750.000. Kontrata u bë publike një ditë më parë nga mediat, ndërsa Partia Demokratike në një reagim publik ka sqaruar se fondi është dhënë nga mbështetës të kësaj partie në diasporë. SPAK nuk jep më shumë detaje lidhur me verifikimet që po kryen, por çështja në fjalë po shihet me prioritet nga prokurorët special. Hapat që pritet të ndiqen kanë të bëjnë me verifikimin e dokumenteve të publikuara në media. Më pas do të kërkohet më shumë informacion, qoftë nga zyrtarët e Partisë Demokratike, ashtu edhe me letër porosi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që duket se do të vendosë edhe atë se si do të vijohet me këtë kontratë lobimi. Demokratët shpresojnë se referuar kësaj kontrate lobimi do të ketë rezultate të shpejta në raportet mes PD-s dhe administratës Trump, ku duket se synimi është heqja e sanksioneve ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili prej maj 2021 është me statusin non grata. Kompania me cilën demokratët e Berishës kanë lidhur kontratën e lobimit është Continental Strategy. Sipas aktivistës shqiptaro-amerikane Evi Kokalari, kjo kompani në vitin 2024 kishte 25 klientë dhe të ardhura $1.774.000. Kokalari e konsideron si një jackpot për kompaninë faktin se ajo në vitin 2025 nënshkroi një kontratë lobimi me vlerë $6 milion me Sali Berishën, nga të cilat $750.000 u paguan kur firmosën kontratën. Si garantor i kontratës ka dalë Nureddin Seci, i cili është antar i kryesisë së degës së re të Vatrës në New Jersey. Por Evi Kokalari shkruan se kjo degë u hap në muajin mars të këtij viti, pra një muaj më parë. Nureddin Seci e ka firmosur garancinë si antar bordi që mund të jetë antar i bordit Vatrës. Nëse Vatra ka dalë si garantore për këtë kontratë që po paguhet me para korrupsioni, ky do të jetë skandali më i madh i Vatrës në 112 vjet ekzistencë, shkruan Kokalari.